Jemi në studio, vëmë me programin e mëngjesit shtypit ditës dhe ju dhe në këto momente do ndalemi në një diskutim dhe në një analizë në lidhje me luftën situatën në lindjen e mesme. Jemi pranë një marrëveshje, por kërcënimet dhe mosbesimi kërcënimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo dhe mosbesimi nga Irani vijon. Gjithsesi, po ashtu do ndalemi pak edhe tek situata në Ukrainë. Ditën e dieshme ishte me të vërtetë një sulm i rus, ku është goditur dhe rezidenca e ambasadorit shqiptar në Kiev. I them mirëmëngjes, përshëndetje me kënaqësi me zotin Lutfi Bilali, ish diplomat. Zoti Bilali, mirëmëngjes, ju përshëndes, faleminderit, ditë dhe javë të mbarë. Mëngjesit, Andi, përshëndetje nga Prishtina. Faleminderit, ju përshëndes nga Tirana. Gjatë gjithë fundjavës, po kryesisht ditën e dieshme, në fakt, nëse shfletoni media ndërkombëtare për të parë çfarë ndodhte me luftën, zhvillimet ishin pozitive. Vetë presidenti amerikan bënte me dije që kemi një marrëveshje, ndoshta jemi deri edhe në 95% gati, por nuk ka një firmosje. Ndërsa zhvillimet e momenteve të fundit kanë të bëjnë me faktin se Marco Rubio ka deklaruar që jemi shumë pranë një marrëveshje që mund të firmoset sot, ndryshe do ta zgjidhim ndryshe, kështu ka thënë, pra, duke njoftuar pak a shumë që mund të ketë sërish sulme. Nga Irani tek Irani vijon mosbesimi. Tani ndoshta këtë situatë, qytetarët, ata që na ndjekin këtu në Shqipëri, Kosovë, gjithandej shqiptarët, edhe kanë parë, edhe herë tjetër, kemi qenë këtu dhe në pas nuk ka ndodhur gjë. Çfarë ka ndryshe këtër? Jemi vërtet pranë një marrëveshje, zoti Bilali, apo duhet presim? Andi e tha mirë në atë deklaratën që Marco Rubio 95%, por ndoshta mund të kemi fatkeqësisht 95% ishin më afër luftës. Informatat janë kontradiktore, pala iraniane më duket që është bukur kokforte, dhe sidomos është parë gjatë takimit me Amar Munirin, shefin e shtatmadhërisë pakistaneze, ku më duket që është larguar i pakënaqur. Edhe Katari ka qenë me, mund të them, lejen amerikane, diplomatë të Katarit kanë biseduar me Iranin, sidomos më duket Kalibafi, kryetari i Parlamentit të Republikës Islamike, e ka një rol jashtëzakonisht kyç. Bili ky është i emëruar dhe emisar special në përbashkëpunim me Kinën, në Republikën Popullore të Kinës. Dhe kjo tregon që kjo figurë lun një rol të madh në elitën e Republikës Islamike. Por të kthehem te pyetja juaj, mendoj që është një situatë para një kërcënimi, sepse presioni mund ta bëjë vetën që iranianët në këtë rast të pranojnë një marrëveshje e cila ka të bëjë ekskluziv aja që është kyçe programit bërthamor është ngushtica e Hormuzit. Bile në këtë drejtim, mendoj që prapa kulisave është edhe një draft rezolute francezëve, një propozim i ri tyre që do të paraqitet në Këshillin e Sigurimit për menaxhimin e një misioni të OKB-s, monitorimin apo menaxhimin, është pyetja e ngushticës së Hormuzit. Dhe kjo do jetë, me duket, ai kompromisi që do t'i pajtoj të dyja palët. Por do shohim që amerikanët do ta pranojnë këtë propozim të francezëve. Momentalisht kemi një situatë ku jemi para goditje, mund të them, të orëve, apo mendoj që do jetë një situatë e vështirë, nga se të dyja palët e din, amerikanët në aspektin e brendshëm do kenë problematikat e tyre, kanë mes zgjedhjet në vjesht, kuptohet, dhe pritet një humbje thellë e partisë presidentit Trump, dhe kjo pastaj do të sillte edhe atë impeachmentin i cili do jetë fatal. Edhe pse, them drejtën, për momentin amerikanët janë nën presionin, më duket, edhe të vetë Netanyahu, i cili është i pakënaqur me atë çfarë zhvillohet nga ana e diplomacisë amerikane. Po, patjetër, edhe në këtë marrëveshje edhe Marco Rubio ka deklaruar që do të ketë garanci për Izraelin. Gjithsesi, ju mendoni se shkojnë apo nuk shkojnë mirë këto negociata, edhe këto shifra që ndoshta më shumë ngatrojnë, që jemi 95% më shumë afër një marrëveshje, në çdo situatë të mundshme, mund të ketë ndonjë tjetër sulm, qoftë edhe nga Shëbat për drejt Iranit, qoftë edhe në formë presioni
për të arritur atë marrëveshjen përfundimtare. Diçka e tillë është artikuluar edhe javën e kaluar, apo sulme më nuk do të ketë. Si e shikoni? Është një sigurt që të dyja palët kanë kujdes. Jo pse Amerikanët nuk kanë potencialin të bëjë atë formulën apo atë deklarimin e Trumpit që mund të shkatërrojmë civilizim të tërë. Por humbje do jenë jashtëzakonisht të mëdha dhe katastrofale për vendet e gjirit. Irani do godet jashtëzakonisht rënd, edhe në këtë kohë të temperatura të sezonit të verës, do jetë jashtëzakonisht e rrezikshme vendet siç është Emiratet e Bashkuara. Irani sigurisht në sy ka Emiratet e Bashkuara Arabe për shkak të një proksi dhe vendosjes së sistemit të mbrojtjes kundër ajrori izraelite. Dhe të shive që një bashkëpunim me Emiratet ka qenë i ngushtë, edhe me marrëveshjen e marrëshme Abraham, e cila në një farë mënyrë i ka prirë vetë Emiratet e Bashkuara Arabe. A do ketë goditje? Mund të ketë, po që se do kemi ato situatat kur Amerikanët e planifikojnë dhe kanë në përfundim që vetëm ja mundësi për të afruar në dialogim apo në tavolinë për ta gjonizuar Iranin, mund të jetë ndonjë goditje blic e shpejtë e cila mund të shkatërronte, mund të them, infrastrukturën energjetike, sidomos ato termocentralet të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e gjatë të rrjetit energjetik të tërë Iranit, apo edhe mendoj që ndonjë metro nëntoksore e cila është vështirë të realizohet, nga se shënimet e vetë Amerikanëve, inteligjencës e tyre janë që 75% ende kapacitetet e Iranit, sidomos sistemi rakator dhe aty të dronëve është në gjendje të funksionojë dhe me sa duket është problematike që mbetja e busherës centralit për energji civile, mendimin e inxhinierëve rusë do jetë ajo marrëveshja që do funksionojë, sepse Irani me duket nuk jek dorë nga 3.6% i uraniumit të pasuruar. Dhe kjo do jetë ajo që mendoj problematika kyçe, sepse taksa në ngushticën e Hormuzit është çështje delikate, sepse Irani do përfitonte shumë dhe dëmshpërblimi si do arrit ta bëjë, si do gjendet një kompromis, kjo do jetë çështje që i takon më tepër asaj diplomacisë telefonike ta quaj kështu, e cila është e pandalshme në relacionet me ndërmjetësimin e Pakistanit. E kuptoj. Zoti Bilali, ne do të dëshironim shumë dhe po e marrim të mirë qenë sikur kjo çështje do të mbyllet brenda pak ditëve pa ndonjë eskalim tjetër. Dhe e bëra këtë parashikrim. Andi me fal shkurt të jem. Patjetër. Do ketë është mendimi im, do ketë ndoshta ndalime të luftimeve, po jo ndalime të betejave. Lindja mesme do jetë ende vend që do zë interesim edhe në të ardhmen. Do jetë votër krize. Eksakt, dhe këtu ishte edhe pyetja realisht që çfarë na mësoi ne e gjitha kjo luftë dhe çfarë duhet presim në të ardhmen, çfarë ndryshon, me lindjen e mesme apo me mbar botën, pak a shumë. Po, shif të gjithë ata që njohin historinë e civilizimit, të njerëzimit, antropologjin, lindja mesme është pikëkyçe, lindja vetë njerëzimit. E dyta, me duket mes asaj të interesave, të një klime e cila realisht dhe burimet energjetike që do jetë prap nafta edhe gazi sidomos. Po, patjetër. Për decenit, mund të them ndoshta edhe 70 vite në shekull do të ketë rëndësinë e vet. Lindja mesme do jetë jashtëzakonisht interesante. Kush e sundon në të kuptimin e kam është ai që në një farë mënyrë ka ndikimin e lindjen e mesme, mund ta ketë edhe ekonominë botërore apo ndikimin edhe gjeopolitikën botërore. Kështu që kjo është situata në lindjen e mesme dhe ajo që na pret. Mirë, zoti Bilali, unë do të kaloj pak në një tjetër çështje, në një tjetër luftë shumë e gjatë se kjo dhe që nuk po përfundon. Dhe në Ukrainë, pra gjatë ditës djeshme ka pasur një sulm të ashpërt egër rus, ku për hir vërtetës ne kemi pasqyruar është goditur dhe rezidenca e ambasadorit shqiptar në Kiev, i cili në një farë mënyrë ka deklaruar që pash vdekjen mes ty. Pse ndodhi ky sulm kaq i ashpër në një moment që situata duket disi e thjetur, ndizet her pas here, dhe pse nuk po merr fund lufta në Ukrainë? Arsyetimi rus ka qenë që në Starobiliski, në regionin e Harkivit, ku do thotë është 100% i marrë ky region, nga 24 regione si që ka Ukraina, dhe 3 specifike. Atje mos të detaj këtë histori, se e kam qef kështu historinë e Ukrajinës të kur flasë për këtë temë. Por niste një
student, nxënës të, më duket një shkollë profesionale atje në këtë qytet, është bërë një goditje nga pala ukrainase, nuk është e verifikuar, por rusët kanë marrë si shkas këtë dhe pastaj ka filluar, më thënë, me notat e tmerrshme, e cila me të vërtet, sidomos përdorimi i orëshnikut armës personike, e cila për fat e mirë mund bëjë mbushje bërthamore, po kuptohet, kjo nuk mund të ndodhë. Goditjet kanë qenë në 40 caqet brenda teritorit të Kijevit, apo mund të thamë regionit që përfshin komplet kryeqytetin Ukrainas. Dhe kjo goditje ka qenë edhe në pjesë të cilat kanë përfshi edhe ndërtesa qeveritare, pastaj edhe të misionet diplomatike, por edhe të korrespondentëve, kolegëve të juaj, të cilët sidomos Ardea ka pas një gjermane, televizioni publik i parë kanalit gjerman, i cili është goditur, por për momentin mendoj që qëllimi i rusëve është të tregoj dorën e fortë dhe një revansh, i cili është bërë që nga se me Flamengo dhe me dronet ukrainas goditjet kanë qenë sidomos brendësi të territorit Federatës Ruse, sidomos në energjetik dhe në kapacitetet e tyre, që në rafineritë e tyre, të cilat kanë qenë shumë të dëmshme për rusët, dhe kanë bërë edhe deri në kryeqytetin Moskë. Dhe kjo tregon që kjo luftë, sidomos në këtë kohë të luftës e epokës së dronëve, mund të them, gjendemi sepse këtë ka tregu me FPV-t, dronët me fije optike, edhe Hezbollahin e jugun e Libanit, do të kemi luftrat të cilat edhe pse fuqia e shteteve mund të jetë jashtëzakonisht e dallueshmëria, dallimi mes kundërshtarëve, kjo luftë e dronëve i shkakton shumë probleme, se cilit shtet sa do i fortë që është. Por rusët këtë goditje kanë bërë sidomos, ka qenë pyetja e Garani 2, prototipi i cili është ka të, mund të them, atë modelin familje e Shahadit 136, dhe duket që kalibra, edhe pse Iskanderi po ashtu, dhe kjo goditje ka qenë me siguri një lloj hakmarrje dhe tregimi i muskujve të rusëve, të cilët janë ata që sipas tyre diktojnë frontin dhe luftën në Ukrainë. Një rrezik permanent, këtë më duket që edhe francezët, sot ka shprehur presidenti francez, është pjesa veriore që mund të hyjë në konflikt Bielorusia. Bielorusia mund të jenë çështje ndoshta ditësh, kur mund të kemi një luftë të re ndërmjet invazionit rus dhe kombinimit belorus, i cili mund të hap frontin, i cili për të depërtuar përmes pjesës atje të Çernobilit deri në Kijev, apo pjesës e cila në një farë mënyrë zhitemorja, e cila është goditur duket me Cerkon nga platforma detare, por më dhëmshme ka qenë goditja me oreshnikun dhe po ashtu kalibri ka qenë shumë një raketë jashtëzakonisht efikase, e cila mendoj që për situatën dhe luftën në Ukrainë do sjell problematika. Mos harrojmë, amerikanët kanë shpallur një pushim të aktiviteteve të tyre në luftën në Ukrainë, për bisedimet si ndërmjetësues, sepse më duket që kanë një çështje të zhvillojnë atë që kanë dëshirë ta kryejnë sa më shpejt me Iranin, e pastaj të rikthehen asaj që njihet dialogimi Putin-Trump. E kuptoj. Mirë, zotë Bilali, faleminderit. Faleminderit shumë i qartë dhe ju përshëndes, miru dëgjofshim, javë të mbarë. Edhe juve, zoti Kapxhiv, është nasi zvarë. Faleminderit edhe njerë, ishim me zotin Lutfi Bilali, ish diplomat, në fakt në detaje një analizë dhe diskutime edhe për situatën me lindjen e mesme, me të vërtet sa pra njemi fundit të luftës, por gjitha pra pas skenat edhe atë që në fakt në një farë mënyrë edhe në publik nuk thuhet, edhe në Ukrainë që ishte një lloj hakmarrje ruse, ashtu siç e përmendi dhe zoti Bilali. Ne mbritëm fund programit të Shtypit ditës dhe ju për mëngjesin e sotëm, mëngjesin e kësaj thënë, qëndroni Report Televizion, mirë pas pak vjoni me Rezet Dielli, ju uroj shikim të këndshëm dhe miru do kofshim së bashku.